Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut, paqja, mirësia dhe begatitë të madhe të Allah qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën dhe modelin e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim Allahun e madhëruar të na bëjë prej tyre. Të nderuar teleshikues, ndjekës të kanalit PIS TV, jemi së bashku në vargciklin e misioneve Fjala që udhëzon. Sot do të jemi me një tjetër fjalë orientuese të profetit alayhi salatu wassalam, ku flet konkretisht për detyrat tona ndaj prindërve tanë pasi nuk janë më në jetë. Tregon një prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe thotë: tek qëndronim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vjen një person dhe e pyet: o i dërguari i Allahut, a kam ndonjë detyrim për prindrit e mi pasi janë larguar nga jeta e kësaj bote, ose cili është detyrimi? Pra, a kam, qëllimi është që cili është detyrimi im ndaj tyre pasi janë larguar nga jeta e kësaj bote. Normalisht çdo kush, çdo qenie që e ka një fillim në gjallëninë e saj, pra gjallëria e cilës e ka një fillim, e ka një lindje, me patjetër që ta ketë një përfundim. Vdekja është e hidhur, është sprova më e madhe me cilën përballet njeriu, por është krijesa e Allahut në fundit dhe ne si besimtar besojmë se njeriu i cili vdes, domethënë, inshallah shpresojmë për mëshirën e Allahut dhe po shkon tek ai i cili e don njeriu në krijesën e tij më shumë nga ç'e don nëna e baba, më shumë nga ç'e don edhe ai veten e tij. Ndaj kjo shpresë e madhe na bën optimist edhe në çastet e vdekjes, ku e lutim Zotin xhel xhelalu të na lehtësojë gjithëve. I thot profeti alayhi salatu wasalam: patjetër që po. Patjetër që po. Dhe nis dhe numëron profeti alayhi salatu wasalam se cilat janë detyrat e fëmijës ndaj prindit të tij. Thot: të lutesh për të, të bësh istighfar, të kërkosh falje Allahut subhanahu wa taala për të. Ta mbash premtimin që ai mund të ketë dhënë. Do të ndalim te këto pika inshallah që të gjitha. Ta mbash premtimin që ai mund të ketë dhënë. T'ja mbash lidhjen farefisnore që ai është shkak i saj. T'ja respektosh shokun dhe mikun. T'ja respektosh, domethënë, edhe shokun e mikun të cilin ai ka patur në jetë. Shikoni nderuarit e mi se çfarë interesi kishin shokët e profetit alayhi salatu wasalam në konceptimin e fesë ashtu siç duhet. Çfarë është prindi në Islam, ose çfarë është prindi në jetë? Si e përshkruan Islami atë? Allahu xhallal xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet duke na përshkruar rëndësinë e prindit. Dhe thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu subhanahu wa ta'ala është shprehur i prerë të mos adhurohet tjetër kush, të mos adhurosh tjetër kënd përpos Allahut dhe të sillesh mirë me prindit e tu. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. E nëse ndonjërin prej tyre, apo që të dy, i ka plon pleqëria tek ty, ti mos u thuaj atyre, mos u shpreh as ofërshim, jo fjalë. Kjo është shprehje e një zemrimi, e një mërzitie, herë edhe një mlefi, por në realitet nuk është fjalë. As këtë mos u thuaj. Wa qul lahumā, dhe thuaj atyre fjalë të bukura, fjalë të ëmbla. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Dhe shtrije krahun tënd në shenjë nderimi ndaj tyre. Pra i vazhdimisht nderues ndaj tyre. Mos i qorto dhe thuaj: o Zot, pra lutu për ta, mëshiroj ata, ashtu siç më edukuan mua kur unë isha i vogël. Kanë pyetur dietarët e ndryshëm të Islamit dhe i kanë thënë: kur njeriu, kjo është një pyetje që ja kanë bërë edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam, kur njeriu domethënë barazohet me prindin. Personalisht do thojë që njeriu nuk mund të barazohet me mirësinë e prindit kurrë. Çfarëdo që të bësh në jetë nuk mund të barazohesh me të. Mbi ç'bazë them diçka të tillë, sepse kanë thënë domethënë që
vetëm kur prindi i tij është rob, është skllav, siç ka ardhur një hadith, dhe ja blen lirinë, domethënë konsiderohet është barazuar. S'mund të jesh i barabartë kurrë. Jam sërish me të. Nuk mund të jesh i barabartë kurrë me prindin. Përse? Kanë thënë domethënë që Uthman ibn Affani dhe Abdurrahman ibn Aufi numerikisht kanë dhënë më shumë nga Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu. Po përse Ebu Bekr Siddiq qëndron më lart se këta sahabi, ku nuk është se ishin më të pakët nga Ebu Bekri, domethënë në besimin e tyre dhe në shprehjen e besimit të tyre, kanë thënë sepse Uthmani dhe Abdurrahmani janë një ndër mirësitë e Ebu Bekrit. Pasi ata e pranuan Islamin në duart e Ebu Bekrit, ishte shkak Ebu Bekri ai i cili domethënë i bëri këta musliman, dhe çdo vepër të cilën ata e veprojnë nuk është gjë tjetër vetëm se një varg i mirësive të Ebu Bekrit. Dhe edhe nuk mund të bëhet krahasimi edhe me prindin e nderuar im. Ku mund ta bësh as pak krahasim se çfarë do lloj të mirë që të bësh ti në jetë, ti nuk je gjë tjetër vetëm se një produkt të mirësisë së tyre. Pra imagjinoni se çka dhon Allahu xhelle xhelalu tek fëmia i mirë. Çfarë të ka ofruar Allahu subhanahu wa taala tek fëmia i mirë. Të nderuarit e mi, prezenca e fëmijës ose mungesa e fëmijës, pra mospasja e fëmijës, pasja dhe mospasja e fëmijës, janë begati prej Allahut dhe sprov. Begati dhe sprov do të thotë edhe kur e ke është sprov, por edhe kur nuk e ke është sprov. Ati të cilit i ka dhënë për të mirën e tij, por çdo e mirë ka sprovën. Dhe ati të cilit nuk i ka dhënë për të mirën e tij, por dhe ajo është sprov. Si duhet të jetojmë ne me këto sprova të Allahut, besimtari jeton me bindje në Zotin e gjithësisë. Në këto sprova besimtari jeton me bindje në Zotin e gjithësisë, duke u pajtuar me atë që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë. Të nderuarit e mi, nuk mund të jesh i mirë me prindin pas vdekjes nëse në jetë nuk e qenë i mirë ndaj tij. Kjo nuk pengon që ti të kesh përpjekje ta përmirësosh edhe pas vdekjes prindit, përmirësosh marrëdhënien me të, pra si mund ta përmirësosh? Ato të cilën ke qenë shkujdesur në jetë për ta arritur, të përpiqesh dhe kjo me besim tek Zoti i gjithësisë ta arrish pasi ata kanë vdekur. Personalisht sa herë që shkoj në një ngushëllim xhenazeje, vdekje domethënë, kur ai i cili ka vdekur është prind i moshuar dhe ka lënë domethënë fëmijët, kush është ngushëllimi ose urimi në të njëjtën kohë për to? U them i pa të marr bekimet e uratat, sepse po i pa të marr bekimet prindit nuk ka derë që mos të hapet. Ka qa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kur i ka vdek prindi i parë, baba, dhe ka qa më shumë kur i ka vdek nona ose ana sjelltas. E kanë pyetur që kur ka vdek i dyti se ka qarë aq shumë sa thot mjekra e tij e madhe u lag nga lodhët. I thanë Uthman, a nuk po bën durim në Allahun subhanahu wa taala? Pra do të thonë çdo kush do të vdes një ditë, duhet me duru. Tha nuk po qaj për efekt pikëllimi dhe mërzitie për vdekjen e prindit, sa po qaj për veten time. I thanë po përse po qam për veten tënde, domethënë për ditën kur do të vdesësh, jo tha. Allahu subhanahu wa taala ma pati lën hapur derën e xhenetit, që është prindi. Prindit nderuarit e mi është dera e xhenetit. Ma pati lën hapur derën e xhenetit. Dhe nuk e di që me largimin e tyre pasi kjo derë është mbyllur, unë vallë, a kam hyrë te kjo derë, pra a i kam marrë bekimet e tyre, miradijen e tyre apo jo? Po qaj për veten se nuk e di se ç'kam arritur. Prindit nderuarit e mi, profeti alayhi salatu wasalam e ka përshkruar dhe ka thënë domethënë për prindin, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatihima. Kënaqësia e Allahut, rizaja e Allahut është në rizan dhe kënaqësinë e prindit. Zemrimi i Allahut qëndron tek zemrimi i prindit. Ndaj i zgjedhin nderuar im se çfarë po bën. Ka prej tyre të cilët kur bëhet fjalë për raportin me prindin, ndoshta dikush është dhe i sprovuar që nuk ndan me prindin të njëjtin besim. Dhe duke qenë se nuk ndan të njëjtin besim me prindin, mendon se shkarkohet nga përgjegjësia ose detyrimi i respektimit të prindit dhe bamirësisë ndaj prindit, vetëm me faktin se shiko se ky është armik i besimit. Se ç'zgjedhje ka bërë prindi në jetën e vet është çështja e tij. Ndërsa ti si fëmijë
je i detyruar vazhdimisht ndaj atij i cili sillet keq. Le të sillet keq. Zoti inshallah mos provoft kënd me të tillë gjë. Ty të mbetet lutja. Shkon Abu Hurajra radhiyallahu anhu një ditë prej ditësh tek profeti alayhi salatu wasalam i pikëlluar, i zemruar, me lot në sy. I thot pejgamberi alayhi salam: "O Abu Hurajra, çfarë ke? Çfarë të pikëllon? Çfarë të trazon? Çfarë të shqetëson? Çfarë të aprish rahatin në jetë?" Thot: "O i dërguari i Allahut, nëna ime." Pra, krijesa më e dashur tek unë, nëna ime, më të cënon besimin, më të cënon fen, të shan dhe të ofendon ty, o i dërguari i Allahut. Shikoni se si jetonin sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra Allahu xhelle xhelalu, pas ti i dërguari i Allahut, pas ti menjëherë prindi i nderuari im. Dhe sahabët e kanë këtë përjetim të jetësuar. Dhe thot, të ofendon ty, o i dërguari i Allahut. Profeti alayhi salatu wasalam diçka përshpëriti. Pra lutet për të dhe thot: "Shko Abu Hurajra, se Allahu do të të gëzoj." Pra kur shkosh tani tek shtëpia, do të të gëzoj ashtu siç dole prej shtëpie i pikëlluar dhe i mërzitur. Dhe shkon thot Abu Hurajra radhiyallahu anhu në shtëpinë e tij dhe vren se dera ishte e mbyllur. Pra ishte e mbyllur, qëllimi është domethënë që nuk hapej. Thot dhe dëgjon pasi e troket, nëna i thot nga brenda: "Prit", thot Abu Hurajra, thot ndërkohë që Abu Hurajra dëgjon domethënë zërin e ujit, pra dikush po lahi. Nuk kishin tualete dikur, domethënë ajo në një qoshe të shtëpisë kishte edhe vendin ku mund të laheshe. Madje unë kam përjetuar, e kam parë diçka të tillë në zonën tonë të Tiranës nga vitet 90, shtëpitë duke qenë se tualetet i kishin jashtë shtëpisë bazë. Pra nuk po flas për apartamentet, po flas për shtëpitë private që ndërtonin njerëzit, veçanërisht në fshatra, pra dhe zakonisht edhe i tualeti ishte larg edhe shtëpisë. Thot në dhomën e çiftit, pra e kam parë këtë, dhe e quhenin lasa, pra vendi ku lahesh, që në një cep të dhomës, kuptohet që mos mendoj dikush me teknologjinë moderne, ne sot banjot i kemi të veshura mure, domethënë me pllaka, as të veshura as gjë, nderuarim, por në qosh të dhomës, domethënë ishte një vend i përgatitur për t'u larë, ku çifti të mund të lahi dhe mos të vijej në siklet, domethënë nga dushi, nga larja, domethënë nga gusuli. Dhe këtë gjë domethënë e bënin në kohën e profetit alayhis salam në shtëpitë e tyre, sepse nuk kishin banjë apo dushe se ku mund të bënin dush. Thotë dhe më pas, pra pas pak kohë, del thotë e ëma e tij, mbulesa ka qenë dhe traditë dhe para islamit, ndoshta jo me rregullat fikse siç e ka femra muslimane, po ka qenë, domethënë ka qenë një traditë e njohur dhe del thotë e ëma del para Abu Hurajrës, e qeshur, e buzëqeshur, duke dëshmuar shahadetin. Vrapon Abu Hurajra drejt pejgamberit alayhis salatu wasalam me lot gëzimi, duke i thënë: "O i dërguari i Allahut, siç erdha të të pikëlloj, domethënë me të shqetësoj me fjalët e mia pak më parë, erdha të tregoj tani se nëna ime e pranoi Islamin. I nderuari im, mund të ndaj me prindin besimi, por diferenca që keni në besim me prindin nuk duhet të bëj njëri të shfrenuar, njëri të shkujdesur, njëri i cili nuk njeh norma. Edhe nëse ai prindi jot, nuk mund të bëhesh ti një gjykatës i prindit. Ka prej tyre domethënë që çfarë prindi mund të jetë ky me këtë që bën. Nuk mund të bëhesh ti gjykatës i prindit. Ti je një e mirë e këtij prindi. Je një e mirë e këtij prindi. Nuk i dihet domethënë që mund të bëhesh shkak dhe ti për udhëzimin e prindit tënd. Por duhet bëhesh shkak me drejtsinë tënde, me mirësjelljen tënde. Ndër gjërat më të habitshme që më ka kaluar domethënë në leximet e mia është dhe një rast jo shumë i largët në histori. Pra në vitet 50 në Damas ka qenë një hoxh ndër dietarët e Kuranit famlar dhe myfti i zonës së Homsit në Siri, Abdul Aziz Uyun Sud, rahimahullah. Abdul Aziz Uyun Sud ish rritur pa nën, domethënë sepse nëna e kishte lënë moshë të vogël dhe babain e kishte hoxh dhe i kishte dhënë dhe orientimin fetar. Thot kur babai thot një ditë të bukur i thot Abdul Aziz, mashallah me babën sa je zjat, sa je zjatur. Dhe thot po ecnin domethënë në trotuar dhe e kish kaluar të atin në shtat.
thot nga jo ditë Abdulaziz Oriun në Sud kur ecste me të atin, jati ecste në trotuar ndërkohë që ai ecste poshtë trotuarit që mos qëndronte mbi të atin në shtat lartësi. Apo kur i thot jati, thot mashallah bir, thot sa xhybe e bukur. Thot shkoi e hoqi atë xhyben, ja dha jatit dhe nuk pranoi asesi që ta vendoste, domethënë ose ta përdorte atë xhyben që preferoi jati. Këto gjëra i gjejmë në historinë e të shkuarve pafund. Shembuj të respektimit të prindërve pafund, qoftë sa kanë qenë gjallë apo kur ata kanë ndruar jetë, kanë kaluar në botën e amshueshme. Por në kohët moderne këto shembuj sikur vinë dhe paksohen. Mirë po, si thot dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, shembulli i ummetit tim është sikur se shembulli i shiut, ku nuk dihet se ku është dobia e vërtetë e rënies së shiut, në fillimin e tij, pra tek brezat e parë, apo gjatë përfundimit të tij. Do të ketë hajër në këtë ummet gjithmonë, inshallah. Sa herë dhe sa kohë që do të ketë njerëz që njohsojnë Zotin xhel xhelalu, do të jetë një burim shprese, do të jetë një burim mirësie i cili do të buroj, prej këtij burimi do të shndrohen në lumej ku me shpresën e Allahut xhel xhelalu do ta mbushin botën me mirësi. Besimi në Zot sjell njohjen e vet njeriut, pra ai njeh veten, njeh detyrat që ka ndaj krijuesit, detyrat që ka ndaj vetes, detyrat që ka ndaj prindërve, ndaj shoqërisë dhe të gjithë rrethit që e rrethon. Ne do të bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për të ndalur pikërisht me porositë profetike dhe detyrimet që kemi ndaj prindërve pas vdekjes së tyre. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për trajtuar pikërisht pjesë të detyrave që kemi ndaj prindërve pasi janë larguar nga jeta e kësaj bote. Normalisht, sikurse e përmendëm që një ndër sprovat e mëdha me të cilat përballet njeriu është vdekja. Aq më shumë vdekja e prindërve. Akoma më e rëndë, ndoshta do thoja unë, është vdekja e fëmijëve. Pra kushdo që do të sprovohet me të tilla vdekje, duhet të pajtohet me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. E për të qenë i pajtuar me caktimin e Allahut, duhet të shikojmë se çfarë mund të veprojmë pasi ato janë larguar. Dhe profeti alayhis salam, pra i drejtohet këtij sahabiu, na drejtohet gjithë neve dhe thotë: "Të lutesh për të dhe të kërkojsh istighfar, të kërkojsh falje për gabimet dhe lëshimet." Dhe ne elhamdulillah Allahut xhelle xhelalu, që lutjet tona për prindit veçantë asaj që mund të jenë të posaçme totalisht të kushtuar vetëm për prindin, qoftë jashtë namazit ose brenda namazit, ne kemi që në çdo namaz lutemi për prindit ton. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Zot na fal ne dhe prindit tan. Këtë lutemi domethënë ne në çdo namaz. Në çdo namaz lutemi për prindit, për falje, për mëshirë për to. Prind nuk është vetëm ai biologjik. Prind është ai i cili ka ndikuar në prindërimin tënd, në edukimin tënd të saktë. Dhe prind është nëna dhe baba, po nuk mungojnë dhe gjyshit nderuari dhe mi. Hyjnë në statusin e prindit. Kemi detyra ndaj tyre, domethënë, qoftë në respektim, qoftë në lutje për ta. Ata na kanë paraprirë tek Zoti i Madh, na kanë paraprirë neve tek Zoti i Madh me besim dhe ne inshallah do t'i pasojmë pikërisht në këtë besim. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, tre janë gjërat të cilat i vijojnë njeriu pas vdekjes së tij. Ndërto çfarë ka përmendur? Fëmia i mirë të cilin e ka lënë dhe lutet për prindin e tij. Sepse jo më patjetër se duhet të jetë lutje me gojë, pra gjithmonë e shqiptuar. Mund të jetë i nderuar im, domethënë lutje me vepër, çdo të mirë të cilën e bën. Ti mund të bëhesh shkak, imagjino që nëse dikush do thoj lum nëna ose baba, ç'fëmijë ka arrit dhe ka eduku. Nëna dhe baba mund të jenë largu nga jeta e kësaj bote. Mirë po, fjala lum, domethënë, është bërë një lutje për ta.
është bërë një lutje. Pra, ti mund të lutesh për ta vetë, por bëhesh shkak dhe për lutjen e të tjerëve. Kërkon falje për ta, po kërkon falje i nderuar im, sepse kush prej nesh është i pagabueshëm. Dhe duke qenë se është larguar nga jeta e kësaj bote, një ndër lutjet që Zoti Xhelel Xhelalu nuk i refuzon, ose një ndër lutjet e preferuara, një ndër kërkesat e preferuara, është dhe kërkesa e fëmis për prindin e tij. Profeti alayhis salam na ka përshkruar se fëmijët e muslimanëve, domethënë fëmijët të cilët vdesin në moshë të vogël që ndrojnë tek dera e xhenetit dhe nuk pranojnë të futen në xhenet thot pa prindrit e tyre. Kur kjo bëhet fjalë, kjo dëshirë dhe kjo lutje në ditën e Kiametit, po në dynja i nderuar im. Ndaj mos kurseni dhe mos hezitoni kur të luteni dhe të kërkoni istighfar, domethënë kërkim falje për prindit tuaj. Ti kujtoni vazhdimisht me sadakat e juaja. Të mos dembelosni kur karshi veprave të mira të cilat bëhen për shpirtin e tyre. E vazhdon profeti alayhis salam dhe thot, t'ja plotësosh zotimin e tyre, t'ja çosh në vend zotimin, amanetin domethënë, zotimin. Me kush që kjo mos të bie ndesh me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prindi për te respektit që ne kemi për të, për te çdo gjë që e dim që aty është dera e xhenetit, dhe po su futet ajo derë, zor se mund të hysh tek dyert e tjera, sepse e ke patur fizike, e ke jetuar, i ke qenë borxhli, domethënë dhe e ke jetuar këtë lloj borxhi. Po nuk pa të qenë mirënjohës ndaj kësaj krijese që ka sakrifikuar gjithçka për ty, zor se mund të hysh tek dyert e tjera. Pra, është një derë e cila hap të gjithë dyert e xhenetit. Ndaj, prindi i nderuar im është i gabueshëm nëse është zotuar për diçka të padrejtë, nuk do t'ja çojmë në vend. Madje është prej amanetit të mos e plotësojmë këtë amanet. Prej amanetit me Allahun subhanahu wa taala dhe lehtësim për prindin. Se ka prej tyre domethënë që mund të ketë prindi nuk është i gjithditur. Pra nivelet e prindërve janë të ndryshëm. A një prej këtyre niveleve domethënë mund të jetë niveli i paditurisë. Nëse të është përgjigjur për një vepër me padituri, të ka thënë për të bërë një diçka e cila ka shkelje fetare, nuk duhet ta bësh. Jo ta diskutosh, po nuk duhet ta veprosh, sepse do e shkarkosh edhe atë nga përgjegjësia. Nëse do ja çosh në vend këtë lloj amaneti, ti do të jesh gjunaqar, po do ta ngarkosh akoma shkaktarin kryesor që pas ka qenë prindi në rastin konkret. E vazhdon profeti alayhi salatu wasalam krahas asaj që duhet me i plotësua amanetin aty kur nuk bjen kundërshtim dhe ndesh me fenë e Allahut, thot të mbash lidhjen që është ai shkaktari i saj, pra lidhjen farafisnore, lidhjen e gjakut. Xhaja, halla, gjithçka që të lidh, tezja, daja, kudo që është ky gjaku jot që është shkaktar prindi, ta mbash fort këtë lidhje farafisnore, është shenjë e kujt? Shenjë ose detyrë, jo shenjë, po detyrë e respektimit të prindit që vazhdon domethënë pas vdekjes së tij. Kto e ke detyrë. Nuk është se po të thot dikush faleminderit. Do të thon dikush thot që ka qenë xhaja ose ka qenë çuni xhajës babës. Ose ka qenë xhaxhaj ose daja e babait ose e nënës. I nderuar im, profeti alayhi salatu wasalam kur ka shkuar ke fisi Beni Najjar, tek Abu Ayub al-Ansari, fisi Khazraj, çfarë ka thënë? Unë jam tek dajallarët e mi. Pra është thënë që profeti alayhi salatu wasalam ka bujtur, ka qëndruar tek dajallarët e tij. Ndërkohë që ç'është e vërteta, dajallarët e profetit alayhi salatu wasalam janë në Mekë. Profeti alayhi salatu wasalam nuk i ka dajallarët e vet ato. Janë dajallarët e babës. Ishte Abdullahu babai i tij nipatje. E profeti alayhi salam domethënë e ka konsideruar që daja e babës është daja jot. Dhe ashtu është domethënë. Është daja jot. Dhe kjo është mirësi prej Allahut, domethënë që të dalësh me disa dajallar. Dajallarët e tu origjinal prej nënës, dajallarët prej babës, dajallarët prej nënës. Për shiko se sa bukur zgjerohet ky rrethi. Dhe i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam thotë ta mbash këtë lidhje. Ta mbash lidhjen e kujt? Lidhjen e prindit, për cilën ai ka qenë shkak. T'ja respektosh,
t'ja duash domethënë mikun e shokun. T'ja respektosh, t'ja duash mikun e shokun, atë të cilin ai e ka patur për zemër. Këto e normalisht që detyrat ndaj prindit janë edhe më shumë se sa kaq, me patjetër, por profeti alayhis salam i përmbledh domethënë shkurtimisht në më kryesorët. Më kryesorja e gjithave do të ishte domethënë që mos lejojmë që ndaj prindit ton të pretendohet diçka qoftë dhe rreme, pra duhet të qartësohen gjërat. Sidomos kur bëhet fjalë domethënë për një hak material, të mos lejohet diçka e tillë. Të jesh shembull për mirë edhe kur tjetri domethënë ka qenë shembull për keq. Pra mos e merr shembull prindin tënd kur shembulli i tij ka qenë i gabuar në jetë. Historianët përmendin se dikur në pas ka qenë një mbret i padrejtë. Dhe në çastet e vdekjes ai i padrejti, i drejti dhe të gjithë bëhen pishman. Sepse kuptojnë se sa vlerë pati e gjithë jeta. Siç thot Imam Shafiu, "Faman 'asha 1000 aw 2000 fala budda min yawmin yasiru ila al-qabr", kush jeton 1000 apo 2000 vite, s'ka rëndësi gjatësia e jetës, me patjetër thotë që një ditë kthimi i tij do të jetë në varr. Ndaj i drejti dhe i padrejti në çastet e vdekjes bëhet pishman. I drejti bëhet pishman sepse nuk është përpjekur më shumë. I padrejti për padrejtësinë e tij. E kupton se nuk vlejti, domethënë, tirania e tij, të cilën e zbatoi në jetë, nuk i vlejti asgjë, pasi gjithçka po e lën këtu. Dhe ky mbret i thot të birit, pra qante në agoninë e vdekjes dhe i thot i birit, thot baba, çfarë ke, domethënë pse qan? Pra njeriu duhet me qenë burror edhe me vdekjen. Mirë po, ti thuash këto gjëra janë kollaj. Kur të përballesh me të, ku e lutim Zotin na lehtësoj atë çast, atë momentet na mundsoj të vdesim me dinjitet e shahadet, kur përballesh me të, gjërat ndryshojnë. Thotë e bir, thotë, kam frikë, domethënë, se njerëzit do më mallkojnë pafund. Pra për tiraninë dhe padrejtësitë që kishte treguar. Vdisi i qetë bab, thotë, se do t'i bëj të të lëshoj në rahmet. Pra të lutem për ty dhe të thonë Zoti më xherov. Ashtu ndodhi me të vërtetë. Ky i pari i kish munduar qoftë me taksa, qoftë me punë vullnetare, shumë gjëra të tjera. Ndërsa i dyti thot vendosi një diçka tjetër. Kur hynin dhe dilnin nga portat e qytetit, kuptohet që sistemi i dikurshëm, domethënë, ishte qytet-shtet dhe banesa ishte në kala dhe njerëzit dilnin në mëngjes dhe kthehnin në mbrëmje për të qenë sigurt dhe kalaja ose qyteti ishte i ruajtur dhe i mbrojtur në këtë formë. Më vonë u zhvillua, domethënë që kalat shërbenin vetëm për një rast rreziku në shumë vende, por qytetet e mëdha zakonisht kanë qenë të tilla që jetesa ishte në brendësitë kalas komplet. Thot vendosi një ligj mbreti i ri. Sa herë që dilnin dhe hynin njerëzit për në kala, thot urdhëron që t'i godasin me nga një kamzhik, t'u japin një kamzhik. Thot dhe çfarë than njerëzit? Than ai i pari, Zoti më mëshiroft, me vërtet domethënë na mundon të ndoshta me kërkesa të shumta, ama në fund ditës nuk na rrite. Ndërsa ky i dyti thot na ka bër helaq, pra po na mundon shumë. Pra ja çojnë në vend këtë fjalën, por dikush do thoj, sa u mor parasysh rahmeti që i lshuan këta njerëz prej sikletit, i lëshonin në rahmet, domethënë duke bërë krahasimin midis të keqes. Ashtu siç kemi mbetur ne sot si muslimanë që themi të zgjedhim midis të keqen më të vogël, jo i nderuari. Si më detyruar të zgjedhim mes të keqes ne. Ne duhet të zgjedhim midis të mirës dhe të keqes. Nëse kemi arritur në gradën që duhet të zgjedhim midis të keqen më të vogël, atëherë puno për të futur të mirën. Dhe mos rrit të jesh vazhdimisht zgjedhës midis të keqes. Dhe këta në rastin konkret, pra çfarë ishte ky mbreti i parë me këtë veprimin e dytit, a pranohej kjo lutje e tyre? As pak nuk pranohej. Ky ishte një ndër të këqijet të cilat kish lënë pas vetes. Një ndër të këqijat që kish lënë pas vetes dhe do të vazhdonte domethënë me zemërimin e Allahut, rujnë Zot mos na bëj për tyre, me vazhdimin e punës së djalit të tij. Ndaj, le ta kryejmë prindërimin ashtu siç ka hije një muslimani, të përpiqemi dhe t'i lutemi Allahut vazhdimisht për pasardhës të denj,
të cilët e madhrojnë Allahun, e adhurojnë Allahun, i lutën vetëm Allahut subhanahu wa taala, nuk i bëjnë shok Zotit të gjithësisë, nuk i japin përparësi asgjëje përpara kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, me shpresën se Allahu xhelle xhelalu do të na furnizojë me të tillë fëmijë dhe pasardhës, të cilët do të luten për ne që Zoti të na mëshirojë. E lutim Zotin xhelle xhelalu për çdo i cili ka prindit, Zot i jepu shëndet, i jepu mirësi e begati, për çdo të cilin e ka humbur prindin, Zot mundsoja ti këtë marrë bekimet e uratat, për gjithë muslimanët e vdekur, Zot shndroi varret e tyre në lulishta e xhennetit, mbushi varret e tyre me dritë i madhnueshmi Allah. Të lutem me ty i madhnueshmi Allah të na mundsosh të marrim bereqetin, të marrim bekimin prindërve tan dhe të jemi khairu khalafin li khairi salaf, të jemi pasardhësit më të mirë për paraardhësit e mirë. Zbashku takohemi në javën e ardhshme me shpresën e Allahut. Deri atëherë ju lëm amanetin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.